Flamurtari në basketbol për femra regjistron fitoren e parë të trofeut në këtë sezon 2025-2026. Ekipi vlonjat ka fituar Superkupën e Shqipërisë, ndërsa në ndeshjen finale ka mposhtur Tiranën në kryeqytet në shifrat 79-69. Një ndeshje e cila është dominuar pothuajse krejtësisht nga ekipi i Flamurtarit, që ka mbyllur periudhën e parë në shifrat 30-13. Ekipi i vlonjat ka vijuar të luajë mirë edhe në 10 minutat e dyta, ndërsa pjesa e parë është mbyllur në shifrat 49-37 për ekipin e Flamurtarit. Duket se gjithçka është përcaktuar qysh në pjesën e parë, teksa në dy periodat e fundit të takimit, ekipi i Flamurtarit më shumë ka administruar rezultatin duke mbrojtur fitoren deri në fund të saj dhe është mbyllur gjithçka në shifrat 79-69 për Flamurtarin, që rëmben kështu trofeun e parë sezonal në basketbol për femra. Ekipi vlonjat vinte në këtë përballje kundrejt Tiranës në pallatin e sportit Feti Borova në kryeqytet me një ekip thuajse të rinovuar nga ai sezoni të kaluar. E megjithatë, vlonjatët kanë treguar edhe një herë tjetër se do të jenë padyshim ekipi për të mundur në këtë sezon të basketbollit për femra. Flamurtari ka regjistruar kështu fitoren e parë në këtë sezon, duke rrëmbyer trofeun e parë në basketbollin për femra. Tashmë padyshim vëmendja përqendrohet tek aktivitetet e tjera, ku padyshim synimi kryesor mbetet titulli kampion, i cili duhet të qëndrojë në Vlorë. Flamurtari në basketboll për femra do të kërkojë edhe në kampionat, por edhe në Kupën e Shqipërisë dhe në Ligën Unike të përsërisë pse jo suksesin e vitit të kaluar.